kemi jashtëzakonisht shumë gjëra që kanë ndodhur fatkeqësisht të rënda në shoqërinë tonë dhe janë pasojë e këtij rrjeti social që krahasimisht me tjerët është një rrjet shumë lehtësisht më i përdorshëm. Ka akses çdo person, duke filluar edhe pa pas akont, edhe pa pas akont fare. Dhe kjo ka bërë në fakt që të ketë një ndikim kaq të fuqishëm dhe tek secili prej nesh. Jem dakord. Shumica njerëzve po mendojnë që mbytyja e rrjeteve sociale është vetëm një anë, sepse ekzistojnë mënyra të tjera për ta poseduar. Kështu që ne nuk po e zgjidhim as me mbyllje, nëse vërtet ka patur një problem kaq serioz. Tani kur kemi të bëjmë një problem, aq më tepër problem të madh të kësaj përmase, që përfshin problem kolektiv. Ky është një fenomen që ka prekur gjithë shoqërinë, nuk është se ka prekur një kategori të caktuar dhe si do ja bëjmë me këtë. Ky është rrjet që ka prekur jetën e secilit. Fatmirësisht për disa i ka prekur për mirë, pozitivisht, por pjesën më të madhe unë them që negativisht. Dhe vendimi për ta mbyllur këtë rrjet social, absolutisht unë nuk e shoh zgjidhje, por është një nga zgjedhjet që duhet bërë dhe nuk jam kundra me këtë që bëhet, sepse një problem nuk merr zgjidhje nëse një masë të paktën nuk fillon të merret.